të gjitha trajnimet që janë të nevojshme, të gjitha mësimet e shkollimet e larta që janë edhe pjesë e luftimit të dezinformimit, të informimit profesional, por edhe të kundërshtimit të çfarëdo përpjekje për luftë hibride, ne jemi të gatshëm që të financojmë. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, këtë gatishmëri të padëgjuar më parë për mediat, e shprehu në një mbledhje të partisë së tij. Këtë e bëri derisa po arsytonte rënien e Kosovës në vendin e 99 në botë për indeksin vjetor të lirisë së shtypit. Një deklaratë e tillë nuk është mirëpritur nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Oferta e kryeministrit Kurti për trajnime dhe kurse për gazetarët është e papranueshme, është ofendim për gazetarët dhe mediat në Kosovë në pikpyetje të profesionalizmit të tyre të ndërtuar për shumë vjet dhe për më tepër është ndërhyrje direkte për ndërhyrje direkte të qeverisë së Kosovës. Madje edhe ekspertët e fushës këtë e konsiderojnë të patolerueshme. Nëse media në Kosovë i nevojitet trajnim nga qeveria, atër media nuk është profesionale, ndërsa media në Kosovë është një prej sektorëve më profesional që ekziston. Hoxha shtoi se raporti i dalë ka të bëjë me çastin e qeverisë ndaj medias dhe jo me profesionalizmin e gazetarëve. Raporti i raportuesve pa kufi nuk e mot guximin e gazetarëve për me vepru, që gazetarët e bajnë në Kosovë, po i mot tentimet e qeverisë për me shtyp lirinë e mediave. Sipas tyre, kjo deklaratë është cenim i drejtë për drejtë ndaj pavarësisë të gazetarëve.